Mirëmëngjes, shikues të nderuar, do të jemi së bashku në këtë transmetim të gjatë ditën e sotme për të njohur me disa prej zhvillimeve më kryesore të orëve të fundit, po fokusi i ditës me patjetër do të jetë gjithë zhvillimi në selinë e Partisë Demokratike, por edhe në degët në rang kombëtar, ku ditën e sotme demokratët u drejtohen sot kutive të votimit për zgjedhur kryetarin e ri, që do të udhëheq për 4 vitet e ardhshme këtë parti. Në garë është vetëm kryetari aktual Sali Berisha, lideri i opozitës, përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, e ka quajtur procesin e 23 majit një referendum për kryetarin. Gjatë periudhës para zgjedhore, Komisioni i Zgjedhjeve NPD përjashtoi të gjithë kandidatët që kërkuan të hynin në garë përballë Berishës, duke lënë këtë të fundit të vetëm në fletën e votimit. Zgjedhjet e sotme zhvillohen duke nisur që nga ky moment deri në orën 18 të mbrëmjes në të gjitha degët e demokratëve në rrethe. Ndërkaq këtë vit, ndryshe nga proceset e fundit zgjedhore, votat do të numërohen në degë dhe jo në serinë qendrore të Partisë Demokratike, ashtu siç ka ndodhur vitet dhe herët e tjera.